brezi më viktim i historisë njerëzimit do të jetë brezi 20-35 vjeçarëve, 30 vjeçarëve të paktën. Është një brez i cili nuk u la të shpëtonte, kurse brezi poshtë 20, duke qenë se është ende i ri, edhe mund të shpëtojë. Varet. Domethënë neve e kemi ngrënë domethënë. Jo, ne jemi brez që ne jemi brezi humbur, mund ta themi plot gojë. Ne e ndërtuam Shqipërinë, e ndërtuam botën, po nuk kemi fajin pse shkoj për keq, si brez. Faji është që antropologjia jon nxori më të këqija tona. Ne jemi të përçarë, ne nuk e duam njëri tjetrin etj. Kto kanë ndikuar, por faktikisht ne kemi qenë viktimë dhe një projekti të madh ku ne nuk ditëm sillemi sepse jemi kaq këqij me njëri tjetrin sa prandaj më mirë të jemi bashkë me të keqës se sa të bashkëpunojmë me egoizmin ton, egocentrizmin ton në raport me tjetrin.